Në Shqipëri, vazhdojnë debatet lidhur me vendimin e qeverisë për të lejuar tregtimin vetëm të naftës D2 të prodhuar në vend nga kompania e sapo privatizuar Armo, ndërkohë që ajo e importit nuk mund të hyjë më në tregun shqiptar. Kryetari socialist Edi Rama, pasi takimi me përfaqësues të shoqatës së hidrokarbureve, tha sot se vendimi krijon një monopol kërcënues, duke kërkuar që qeveria të gjejë një zgjidhje. Por ministri i ekonomisë Genc Ruli deklaroi se shqetësimet për konkurrencën janë të egzageruara. Të ndjekim nga Tirana korespondentin ton Armand Mero. Qeveria vendosi që të ndalojë tregtimin në Shqipëri të naftës D2, karburant që përdoret për automjetet e që ka përmbajtje të lartë ndotëse. Kjo naftë pjesën ndërmuese importohej dhe pjesa tjetër vinte nga rafineritë e kompanisë atëherë shtetërore Armo, cilësia së cilës ishte edhe më ndotëse. Por në korrik të vitit 2008, ndërsa kishte shpallur fituesin e privatizimit të Armos dhe ishte në negociata me të, qeveria korrigjoi vendimin e saj duke lënë dhe për një vit të drejtën e tregtimit të naftës D2, por këtë herë vetëm asaj që prodhohet nga Armo, tashmë në duart të një kompanie private shqiptare. Vendimi provokoi një protestë të tregtarëve të tjerë të karburanteve, të cilët pak ditë më parë i kërkuan kryeministrit Sali Berisha të shfuqizonte vendimin pasi sipas tyre krijonte situatë monopol dhe pabarazi në treg. Po ashtu kjo kërkesë është dhe në vendimin e autoritetit të konkurrencës. Sot përfaqësues të shoqatës së hidrokarbureve u takuan me kryetarin e Partisë Socialiste në opozitë Edi Rama. Në përfundim të takimit udhëheqësi i opozitës i kërkoi qeverisë zgjidhjen me urtësi të kësaj çështje, jo në kurriz të një pale apo në funksion të një situate që siç tha ai krijon një monopol shumë kërcënues. Kjo është një zgjidhje që duhet dhënë për të mos lejuar që ky tjetër pus i papërgjegjshmërisë dhe i paaftësisë qeverisë, i cili ka filluar të mbajë jo të mirë në ditët e javës vijim të qelbi gjithë Shqipërinë. Por në të njëjtën kohë, ministri i ekonomisë Genc Ruli tha se korrigjimi i vendimit të mëparshëm mbajti parasysh mosbllokimin e industrisë së naftës në vend dhe se sipas tij shqetësimet për cënim të konkurrencës nuk qëndronin pasi Armo nuk do të luajë monopol mbi shitjen. Në mënyrë që ne të mos bllokonim gjithë industrinë e naftës në Shqipëri, industrinë e prodhimit dhe industrinë e rafinimit, në cilën janë punësuar rreth 6500 punonjës, ne lam të mas të përkohshme, prej një viti, duke i lënë kështu kohën investitorit që ka privatizuar kompaninë Armo të bëj investime të duhura teknologjike. Në çdo rast, shqetësimi për konkurrencën është i egzageruar, për prishjen e konkurrencës e egzageruar, sepse po të mendojmë 80.000 tonët e karburantit që dizel që prodhon Armo çdo vit, përfaqësojnë vetëm 19% të atij që është konsum real i karburanteve në Shqipëri në një vit. Por nëse vitin e fundit Armo ka prodhuar vetëm 80.000 tonë, kjo nuk e pengon kompaninë private të prodhojë më shumë, pasi kapacitetet e saj shkojnë në mbi 300.000 tonë në vit. Ajsa është praktikisht dhe sasia që është importuar deri tani. Dhe nga ana tjetër, kur ajo hyri në garë për blerjen e Armos, e dinte që nuk do të mund të prodhonte më naftë D2 dhe investimet i kishte planifikuar pa marrë parasysh lehtësirat që i krijohen tani. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.